Njëri nga krerët e Mekës, që thirrej Ubej ibn Khalaf ose El-As ibn Wa'il as-Sahmi, ka dy transmetime. Por transmetimi është i saktë. Pra njëri prej tyre ka marrë një kockë të kalbur, e ka sjell para profetit sallallahu alaihi wasallam, e ka dërmuar edhe i ka thënë: "E tez'umu anna Allaha yuhyi hadha?" A mendon ti se Allahu do ta ringjall këtë? I tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Na'am, yumituk, thumma yuhyik, thumma yudkhiluka an-nar." I tha po, Allahu ta merr jetën ty, pastaj të ringjall dhe pastaj të çon në zjarrin e xhehenemit. Edhe zbritën ajetet e fundit të surës Yasin. Pra ky është shkaku. Shkaku i zbritjes së ajeteve të fundit të surës Yasin është kjo ngjarje. Një njeri që nuk e njihte fuqinë e Zotit, nuk e pranonte fuqinë e Allahut dhe e krahasonte fuqinë e Allahut me fuqinë e robit. Robi nuk ka fuqi të jap jetë një të vdekuri, nuk ka fuqi të ringjall kockat, ndërsa Allahu është i gjithfuqishëm, s'ka gjë që ai s'mund ta bëj. Fuqia e tij është absolute, por njeriu duhet njohë fuqinë e Allahut. S'ka ekzistuar fare kjo gjësi. Ka kriju Allahu. Njerëzit nuk ekzistonin fare. Njeriu parë u kriju nga dheu. Çdo njeri krijohet nga një pikë fare. Kush e vendosi ligjsinë e zhvillimit të embrionit, fëmijës në barkun e nënës? Kush e krijoi të kalojmë në faza, fëmijën në barkun e nënës, pastaj vjen në jetë, lind njeriu, pastaj bëhet i ri, pastaj plaket, pastaj vdes dhe varroset. Pra ai që e ka vendosur këtë ligj, ai që ka krijuar jetën, ka krijuar gjallësat, ka fuqi të bëjë gjithçka. Fuqia e tij nuk ka si fuqia e njeriu, është absolute. Ka fuqi të bëjë gjithçka. Prandaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin." A nuk e vëren njeriu, a nuk e di njeriu që mohon ringjalljen se ne e kemi krijuar nga një pikë fare, e cila kalon në disa faza zhvillimi derisa lind pra fëmia, dhe ky njeri bëhet kundërshtar i hapur, një diskutues dhe një kundërshtar i hapur. O daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Ky njeri që mohoi ringjalljen na solli një shembull me cilin krahason fuqinë e Zotit me fuqinë e robit dhe e harroi zanafillin e krijimit të tij. Njeriu parë është krijuar nga dheu. Çdo njeri krijohet nga një pikë fare. Pra, po të mendoj njeriu mbi zanafillin e krijimit, e di që Zoti ka fuqi absolute. Ka fuqi të bëjë gjithçka. Njeriu parë u krijuar nga dheu, i dha Allahu shpirt, e bëri qenie gjallë. Dhe çdo njeri Allahu e krijon, Allahu e zhvillon, Allahu i jep shpirt. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Ky njeri që mohoi ringjalljen tha: kush do të ringjall kockat kur ato të kalben? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Thuaja ato do të ringjall ai që ka krijuar për herë të parë. Ai që krijoi njeriu në parë, ai që ka krijuar çdo njeri, ai që ka krijuar krijesat për herë të parë, ka fuqi të krijojë përsëri. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin 'alim. Dhe ai ka diturim mbi çdo krijim. Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara. I cili ka bërë për ju që nga pema e njom të dalë zjarri i cili është i thatë. Pema e njom ndizet zjarr. Fa idha antum minhu tuqidun. Dhe ju kështu pemët, drut e njoma i ndizni zjarr. Allahu i lartësuar ka fuqi që t'i shndërrojë gjërat nga një formë në një formë tjetër. Drurin që është i njom, Allahu e bën të thatë dhe nga i thati Allahu i lartësuar nxjerr të njomin. Allahu i lartësuar ka bërë që pema nga njom të bëhet e thatë, të bëhet zjarr, kështu që ai ka fuqi të transformojë krijesat nga një gjendje në një gjendje tjetër. Nga i gjallën e bën të vdekur, të vdekurin e bën gjallë, të njomin e bën të thatë, të thatin e bën të njom. Nga fara që është e thatë, nxjerr Allahu bimën, filizën që është e njom, dhe nga bima e njom, Allahu i lartësuar bën që të dalë fara e cila është e thatë. Ai ka fuqi të transformojë krijesën nga një gjendje në një gjendje tjetër. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Ai që ka krijuar qiejtë dhe tokën, a nuk ka fuqi të krijojë krijesa si njerëzit? Po si jo.
dhe ai ka detyrim mbi ai është gjithë krijuesi i dijshëm. Inma amruhu idha arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Kur Allahu dëshiron që të bëhet diçka, vetëm i thot asaj bëhu dhe ajo bëhet. Subhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. I madhruar, i lartësuar, i pastër nga tmetat dhe mangësitë, është ai i cili ka në dorë sundimin e gjithçkaje dhe ju tek ai do të ktheheni për llogari dhe për shpërblim. Allahu shpëlbeft mira,